Ka diçka dramatike në Tiranë. Nuk dua të ngjaj pesimiste, por ndjej se është e vërteta. Çdo njeri i bukur e i mençur, çdo njeri me shpirt fisnike të pastër, duket sikur duhet i paguaj pjesës tjetër një faturë të majme për të gjithë shkëlqimin e tij. Sikur të qenit i bukur të ishte mëkati më i madh për të cilin duhet të paguaj deri në fund të jetës, ose të paktën deri kur të venitet, të thahet, të shuhet, të jetë i zakontë, si pjesa dërmuese atyre që shfaqen aktualisht triumfues në politikë, në media, në art e kudo tjetër. A Venus, e sheh, këtë bëjnë gjithmonë burrat. Sa po ju dalin plagët zbuluar, ikin e fshihen. Ne gratë jemi më të guximshme, nuk na tremb lakurisia. Me kujdes dhe butësi shërojmë plagët e së shkuarës dhe rilindim, duke kërkuar edhe një herë të bukurën, dritën. Në një qytet kaotik si Tirana, ku rrugët e makinave, korsitë e biçikletave, trotuarët për kremsorët nuk janë asnjëherë mjaftueshëm, ku kjo ngushtisë pasqyrohet në fytyrat e njerëzve si padurim e pakënaqësi. Prania e njerëzve të zemrës bëhet jetike. Në këtë qytet njerëzit të trazuar, ku grindjet, aktet e dhunshme lindin shpesh nga hiçi, nga biseda të vogla shqetësojnë egon dhe rrallë herë për çështje parimesh apo idealesh. Të mbushe zemrën me dashuri, të gjeje prerje të një shenje tjetër që njëjtë si ti, ishte pjesë e kësaj meseleje e këtij absurdi ishte po aq jetike. Dhimbja e gjallë ndërton. Dhimbja e gjallë e pastron shpirtin, i jep atij mundësinë për t'ia nisur nga e para, me mësime të reja, me një zjarr që sa vjen e rritet për brenda. Por shumë dhimbje të gjalla, e sidomos ata që vijnë nga njerëzit e tu më të besuar, nga ata që ke dashur më shumë, rrezikojnë ta çojnë një njeri drejt shtërrimit, drejt ngritjes së disa mureve mbrojtëse që e kthejnë të mosndjerit në një normë, me të cilën njeriu i shkënjyer beson se do t'ia heqë paq, derisa kupton se nuk ka dënim më të rëndë sa tharja e shpirtit. Kjo është dhimbja e zbrazët, dhimbja e boshllëkut, e njeriu pa ndjesi, që kupton njëjtë si më parë të gjitha shëmtitë e ligësitë e botës, por në vend që të ndjejë, në vend që të ketë lot, të gjithë enën e mbetur bosh e zë me ndjesi ankthi, me dhimbje koke, tension nervor, mungesë frymëmarrje, humbirje dhe empati. Të gjitha pjesët që u lexuan nga vajzat e stafit leximtari janë marrë nga romani E fsheta e syve të tu, i shkruar nga Engjina Sufi dhe Klajdi Thaqi. Ky është libri që ne kemi vendosur të rekomandojmë këtë 8 mars në ditën ndërkombëtare të gruas për një arsye të thjeshtë por edhe thelbësore, sepse personazhi këtu i Elorës është një grua e pazakontë, është një grua frymëzuese, është një grua e cila nuk bën pakt me të keqen, është një grua që ka dignitetin e qenit grua, është një grua që është vetvetja. Ky është rekomandimi jonë miq për 8 mars, prandaj bëjini pjesë leximeve tuaja romanin E fsheta e syve të tu.